Sipas paralajmërimeve të kryeministrit në detyrë, kjo do të zgjasë paku dhe 6 muaj, në bazë të asaj që ai tha në konferencën për shtyp lidhur me 2 procese tashmë zgjedhore, një tash në dhjetor dhe një në pranvera, po kështu që jemi larg zgjidhjes së problemit. Kjo është ndoshta brenga numër 1 është që jemi larg zgjidhjes së problemit aktualisht. Ajo çka është shumë e rëndësishme, mendoj që duhet të shikohet edhe funksionimi i resoreve tjera shtetërore. Kemi të bëjmë këtu edhe me funksionimin e agjencioneve të pavarura, të cilat i raportojnë kuvendit. Në kuvendin e Kosovës tashmë 1 vit asnjë vendim nuk është marrë për këtë vend. Kemi pasur ndoshta seanca, numër rekord seancave gjatë këtij viti, mirë po asnjë vendim për këtë vend nuk është marrë. Është bërë lojë politike. Do thotë kjo është një problem shumë i madh. Shumë shpejt mund të kemi në pikpyetje edhe funksionimin e gjyqësorit në vend, duke filluar prej gjykatës kushtetuese. Do thotë kjo trickle down efekti që vjen nga kjo krizë politike shumë shpejt do t'i prek të gjitha sferat e qeverisjes në këtë vend, jo vetëm të ekzekutivit, jo vetëm të legislativit, flasim edhe për gjyqësor, flasim edhe për agjencionet e pavarura që janë shumë të rëndësishme, që kryejnë një rol shumë të madh në funksionimin e këtij shteti. Do thotë gjitha këto janë në pikpyetje. Në anën tjetër, edhe nëse mbahen zgjedhjet në mes të dhjetorit, nëse e shohim praktikën e këtij viti, zgjedhja janë marrë në shkurt, me 10 shkurt. Certifikimi i zgjedhjeve është bërë me 14 prill, apo? Më shumë se 2 muaj. Nëse mbahen zgjedhjet me 15 dhjetor, deri në 15 shkurt do të kemi certifikim zgjedhjeve. Pastaj derisa krijohet kuvendi, veç erdhëm në mars, s'do të ketë paga, s'do të ketë asgjë. Dhe erdhëm të kriza tjetër, vetëm nëse në zgjedhjet e jashtëzakonshme do të ketë marrëveshje pako edhe për presidentin, përndryshe parashikohet një krizë radhës në prill. Po edhe nëse ka marrëveshje do në kohë, thash, vetë certifikimi i rezultateve, pastaj konstituimi i kuvendit, zgjedhja qeverisë. Do të flasim për sistemin zgjedhor, por dua të flasim edhe pak për krejt këtë energjinë që na kanë shpenzuar zgjedhjet. Më parë dikur masnim vetëm sa janë përdorur resurset shtetërore në kuptimin sa janë përdorur veturat zyrtare, kush sa po përdor buxhetin e shtetit për zgjedhje. Tash atë nuk po e diskutojmë, nuk i dallojmë dot kush përdor veturat zyrtare, kush jo, por gjithsesi gjithë ata që janë staf politik janë vënë në shërbim të zgjedhjeve. Dhe një vit të tërë e gjitha energjia i potencial ka shërbyer për një palë zgjedhje që nuk prodhuan asgjë. Kjo ka kosto, ata njerëz paguhen nga shteti. Po vërtet, unë nuk mendoj që problemi më mirë me thonë, më i vogël është te stafi politik, edhe te këto zgjedhje. Unë e shoh këto një shtëpi e cila çdo dhomë është super rëmuj, pra si cila dhomë, një dhomë, po themi shëndetësia, edukimi, ekonomia, cila do, është super rëmuj. Po flasë, ata janë staf politik, por nuk punojnë vullnetarisht. Jo, e kam parasysh. Paguhen. Po, ama edhe këta tjerë të cilët janë staf civilizëm. Po, le ta kryejnë Erblini po. Është involvuar me këtë gjë. O ja fshin falë edhe 15 milion që përmend, ja fshin falë edhe 15 milion që përmend ky nderumi, ama veç që fazën që masi kryet zgjedhjet, le ta kryejmë punën e vet me ligje, me rregullore, me sa. Çepi avia fjalën veç ta dëgjojmë Erblinin apo. Veç po duam me ilustru pak që ndoshta edhe me strukturu pak debatin. Mendoni një shtëpi ku secila dhomë është super rëmuj, edhe ne duhet me zgjedh kush po shkon edhe po e ndreq, po i palon teshat edhe po e bën shumë mirë. Pra, qëllimi edhe debati na sot, që ish dashur me bë, do të ishte nëse qeveria ka lume në elemente specifike ka bë punë të mirë apo jo të mirë, apo duhet pak më shumë. Ne nuk po e diskutojmë efektshmërinë as pak, po të gjithë ata të cilët janë brenda ministrive, komunave, në çdo vend, në momentin kur shpallen zgjedhjet, secili është super pasiv në përgjegjësitë e detyrat që i ka në punë, shumica, edhe janë të angazhuar në aspekte politike. Kjo bie që kanë qenë pasiv prej shtatorit vitit kaluar. Kjo bie që nga tetori vitit kaluar në asnjërin prej ministrive në zyrtar nuk ka mujt me marrë një veprim për të mirën e vendit sepse është bazuar dhe është në një mënyrë varg i stafit politik. Nëse stafi politik nuk mundet me drejtu, pra kjo është pa aftësi me drejtu, po edhe nëse mundesh me drejtu, mas ne janë një pikpyetje sa mirë je të drejtu këto. Pra na si na të fol sa mirë, jem të fol që as pjesa e parë nuk ka ekzistuar. Që kostoja më e madhe është pagesat e
stafi civil, edhe politik, sa është një numër shumë i vogël politik në krahasim me stafin Gjithsesi po civil. them kushtimisht vetëm ata, por natyrisht politizuar janë edhe ata që punojnë administrat. Nuk ka të bëjë me politizim, se këtë jemi të politizuar, është çështja që edhe njeri më i mirë brenda ministrisë. I kanë shërbyer. Jo, veç po du me bëj që dallim. Zyrtari më i mirë i ministrisë i cili punon 100% vetëm për vendin, nëse nuk ka staf politik, nuk mundet me funksionu. Nuk ka të bëjë me parti, ka të bëjë me rolin edhe varësin nga stafi politik, jo me parti. Sa mund të flitet tash në këtë fazë sa ka mund mirë qeverisës çka ka bërë kjo qeveri në Jemi këtë të fazë. bëjë debat më heq. Po se kemi diskutuar me komplet vjetra. në blokadë shteti. Për shembull, veç po të merr prej bazës, aty vetë KQZ-ja, domethënë nuk e ka një komitetin auditimit atje, nuk e ka të mëruar për prej marsit 2024 për shkak të bllokimit të vendit. Dhe domethënë komplet KQZ-ja pa një mbikëqyrje financiare, administrative aty brenda. Më pastaj s'ka pare. S'ka buxhet tash. Pas buxhet. Duke mundet. Dha mund t'i bëj zgjedhjet me borxh, si ka me i. Jo, me qeveria e Kosovës një vendim. Edhe sepse ka para në buxhetin e vitit 2020. Buxheti para ka, është puna a kemi bazë ligjore sepse paraja gjithmonë ekziston. Sikur ka shpenduar para 2 muajve edhe për këtë që s'do ngjitën parë. Qeveria në detyrë nuk ka të drejtë. Ka pas planifikuar. Qeveria në detyrë nuk ka asnjë të drejtë me tërheq mjet ose me marr vendime, sepse është vetëm detyrë. Nuk është as e emëruar, as e zgjedhur, por në detyrë zgjedhjet planifikuara mund t'i bëjnë. Zgjedhjet janë zakonisht janë planifikuara, kështu që këtu është. Unë mbaj mend nuk është me ligj e rregulluar që edhe zgjedhjet t'ja zakonshme si çu do në menaxhim. KQZ ka qenë pa buxhet dhe qeveria në detyrë e pa ndarje të buxhetore. Dikun rreth 6 milionë euro kanë qenë 2009. Jo, kjo do të më pas një zgjidhje sepse për ndryshe veç mesëm një vakum cilin 15 vite më fal skemi këto komplikimet që po na sjell sistemi zgjedhor dhe ka patur opinione në atë paraprake kur kemi debatuar se duhet ndryshohet mënyra, duhet ndryshohet sistemi zgjedhor tek ne, sepse ky sistem zgjedhor proporcional pikërisht për shkak të nateve, kokëfortësisë. Kështu po na prodhon këtu kriza politike në vazhdimsi. Ju besoni që do ishte zgjidhje nëse do kishim një sistem majoritare jo proporcional? Unë nuk mendoj që kriza me cilën po përballemi tash vjen si rezultati i sistemit zgjedhor. Unë pajtona që ka nevojë për reformim ndoshta të sistemit tonë zgjedhor, pasi që edhe vetë përfaqësimi në kuvend aktualisht me 10 kandidatë të votuar nga një votues është nonsens. Do thotë kjo kur është kriju ky sistem, ideja ka qenë që do të zhvillohet më tej dhe do të bëhet ndarja e njësive zgjedhore, do të ketë ku deputet të zgjedhur nga njësitë respektive, e tjera, gjë që s'ka ndodhur asnjëherë. Do thotë është interes i partive politike që të mbahet ky sistem, edhe nëse ju kujtohet gjatë mandatit kaluar kësaj qeverie, një temë në të cilën 3 partitë e mëdha kanë gjetë bashkëpunim shumë shpejt dhe kanë kaluar një reformë zgjedhore shumë shpejt, pa kurfar diskutimi, ka qenë ndrimet në ligjin për zgjedhje. Kështu që kur vjen puna tek interesi i tyre si parti politike, ata janë shumë të shkathët, i kalon çdo ndasi politike dhe ulen bashk dhe bëjnë ndryshime. Do thotë bënë ndryshimin e famshëm për nga 5 në 10 kandidatë të votohen dhe pastaj edhe votimi për diasporë. Do thotë ky është një farë lloj trampoline që kanë dëshmuar disa herë dhe me rregulloren e punës që përmirësonte kushtet e tyre të punës nuk kanë patur asnjë përplasje. Do thotë për gjithçka nuk pajtoheshin, vetëm për atë u pajtuan dhe kaluan shumë lehtë. Mirë, po mendoj që ka nevojë që sistemi jonë zgjedhor, si çdo sistem tjetër në botë, të avansohet pas çdo procesi zgjedhor. Mendoj që sistemi aktual nuk është përfaqësuar sa duhet, qoftë i regioneve, po qoftë edhe ndoshta edhe i njerëzve të partive politike. Shumë shpesh kemi thënë që ndoshta ky sistemi ku votohet për 10 kandidatë brenda një partie është më shumë një metodë përmes cilës udhëheci një partie politike do të kontrollon se kush do të zgjidhet deputet sipas shefëve të tyre. E shohim që për shembull në nivelin lokal ku votohet vetëm për një kandidat, kemi një angazhim shumë më të madh edhe kandidatëve, kemi një gazh shumë më të madhe brenda partive dhe shohim votën e marrë nga deputeti, e shohim si votë reale, jo votë preferenciale për 10 kandidatë të tjerë. Do thotë, në këtë aspekt mendoj që ka nevojë për shumë debat në vend që të përmirësohet sistemi zgjedhor. Mirë, por kriza aktuale politike, unë mendoj që s'ka fare të bëjë me sistemin aktual zgjedhor që e kemi në vend.